Jemi rikthyer sërish dëgjues dashur me pjesën e dytë e emisionit Pazila Sportive dhe si zakonisht pjesa e dytë I takon mysafirëve. Dhe prezant tu kam dy mysafir, si thash edhe në pjesën e parë, dy kampion. Kampion apo ndryshe fitues të Kupës të Kosovës në volejboll, në krahun tim të djathtë e kam trajnerin Butrin Bytyqi, trajner mirë se erdhe. Kurse në krahun tim të majtë e kam MVP-n e Kupës së Kosovës në volejboll, Adriatik Berishën, mirë se erdhe. Si ishin emocionet, trajner? Për mu emocionet këtë herë jashtë lejtorit, se I raport që si trajner kom arrit një sukses t'il, nëse që në emocionet pa arrushme, gjithmonë I raport është të pa arrushme. Çka ju the lejtore, që është ai motive, sepse është ka gjeni farloj historien vete këto lloj të motive kur I motivon lejtar që dush më përballë me një është lojë jemi afër edhe me fitu trofeun. Unë jam prej aty një trajnerave që nuk është që foli shumë me lejtar, po e kena një si tradit gjithë që bojna para çdo loje në fjalem për trajneret që mu koncentru para çdo loje, me fitu, edhe me postat vullnetin për me fitu lojen edhe me dalë me fitimtar në fund. Adriatik, MVP I Kupës. Po, për mu konë shumë kënaqësi me fitu këtë kupë, nuk është hera parë që e fitoj, e kom fitu edhe në edicionet e kalume, por kjo ka qenë ma speciale pasi që kam qenë lejtari ndeshjes ose MVP, edhe normalisht ka qenë ndjenje veçantë. Gjithsesi unë këtë sukses individual nuk isha mujt me arrit pa ndihmën e trajnerit, stafit edhe gjithë bashkëlejtarëve. Pa ndihmën e vetes. Po gjithsesi unë këtë titull personal pak edhe ja u dedikoj edhe bashkëlejtarëve dhe trajnerëve. Se pak se ki fitu edhe më herë, domethënë nuk ka qenë ajo rëndësia e veçantë që me fitua pet kupën, po me rëndësia më shumë me fitu trofeun si MVP. Trofeun e MVP, gjithsesi. Edhe qysh ishin emocionet, sepse për ime është pak ma ndryshe dhe ma veçantë kur të arrin gjitha të sakrificë për më arrit me fitu. Po, normalisht është emocion shumë I veçantë, realisht pak me on është modestin. Ne edhe kemi prit këtë titull që do ta fitojmë, sepse kemi qenë favorit, por gjithsesi kemi hi me motive 100%, sikurse nuk jemi favorit. Do më thonë, kemi hi për me dhonë maksimumin, për me dhonë 100%, edhe ja arritëm, pas një ndeshje shumë me intensitet madh, me një atmosferë shumë të mirë, sepse salla ka qenë mbushur plot, edhe kemi luajtur së bashku me ekip për njëri tjetrin edhe ja dole me arrit këtë sukses. Trener, zakonisht përballesh shpeshherë me këto skuadra, apo ndryshe është përballja me këto skuadra kur është pjesa e play-offit apo ndryshe qoftë edhe një trofeu të Kupës. Çka dallon pak a shumë nga ndeshjet e rregullta me pjesën e ndeshjeve të Kupës apo qoftë edhe play-offit që tashmë thuaj se vetëm ka nisur faza çerkfinale, por ju jeni direkt në gjysmë finale. Është e rëndësishme për ekipën se dihet që gjysmë finale është vetëm një lojë dhe finale vetëm një lojë, nëse ekipat është përgatit, edhe na jena përgatit veç për çat lojë, me dha maksimumin ton veç me një lojë. Ndryshe është për shembull faza kampionale ose play-offit që kena mundësi me rikuperu diçka gjatë lojës parë që na ka ndodhur shembull na ka ikni diçka dhe mundna me rekuperu, me rregullu gjatë stërvitjeve dhe kështu. Kurse kjo është veç një finale, aty nuk ka vend për gabime, do me dha maksimumin, me lu pa gabime, më koni fokusu në lojë për me arrit një rezultat. Një rezultat I cili do të ishte edhe akt kryesor e vitor. Cilën edhe arritëm për shkak të punës lejtarëve, trajnerit. Sa po është e vështirë me qenë tash në rolin e trajnerit, se në rolin e lojtarit pak më shumë e din që ki përgjithësi, po jo dhe atë përgjithësinë që I merr përgjithësitë më shumë trajneri, nëse humb ekipi. Unë kupën edhe kena fituar edhe trofe, se më kanë lojtar edhe kapitani I ekipit. Ndryshe është ndjenja si trajner se
mundesh me kontribu në ekip jashtë fushë me instruksionet që jep për ekipin, kurse si lojtar e ki qatë përgjithësinë dome edhe me bashkëlitar tjerë që edhe të ndihmojnë edhe besoj që është më e lehtë, që shumë po është më e lehtë si lojtar se si trajner me pas një borë, një përgjithësi. Ka shtu edhe... Çka të shtyri me pranu pozitën e trajnerit? Po një ka që 2 vite që jam i licencum si trajner, edhe pse jam kon lojtar aktiv, po e kom përfundu kurset e trajnerit, e kam nivelin e 2 të trajnerit. Për shkak një lëndimit që e kam, nuk u mujtë me vazhdu si lojtar aktiv, edhe më ka ofru prej kryesis poste, edhe nuk u mujtë me thonë jo, se edhe është një ekip që aty më rrit, që aty kom zhvillu karrierën tam, edhe pse kom luajtur në ekipe tjera, po më e rëndësishme që ekipa ka një prindit e ndjerë, edhe tash të më kthyon edhe ku marr përgjithësinë, ku marr edhe ekipën përpara me bashkë me kryesin që jem një grup shumë të ri, që udhëheqëm ekipën. Adriatik, sa mujnë ndihmoni trajnerit me bashkëlojtar? Atëherë, kështu trajnerin, unë personalisht me Butrindin jam rrit prej fillimit tona të volejbollit, bashkë kem konë edhe me gjenerata të reja në kompet verës që i ka organizu federatën të kalumen, edhe kem qenë edhe bashkëlojtar në ekipe tjera, po bashkëlojtar edhe këtë vit, edhe do me thonë këtë vit kur për herë parë jam pjesë e klubit volejbollit Ferizaj, e tash normalisht është edhe kënaqësi me qenë lojtar i tij, kushtimisht po them, edhe po mundohemi me inimu se e dim që është për to hera e parë si trajner, sezona e parë, po mundohemi se cili mi adhon atë eksperiencën sa do pak që e kem, po edhe Butrindi e ka një të mirë që është shumë i kuptueshëm edhe nuk është ai trajneri klasik që nuk i pranon kritikat ose këshillat e lojtarëve, se shumicën e kohës lojtarët nuk mujnë me vret veten çka ndodh brenda në fushë, edhe nuk mund me po lojën sikur jashtë, po ka një herë edhe trajneri nuk mundet me qenë 100% i sakt, edhe Butrindi mundohet më na kuptu edhe neve, edhe na lënë e herë edhe me ndërhy, po kjo po shfaq rezultate pozitive. Po gjithsesi raportin lojtar-trajner në ekipin tonë momentalisht raporti jonë e ka të kalu këto, pasi që me shumicën për lojtarët e ekipit Butrindi edhe ka nda fushën si lojtar, edhe si shok jashtë sportit, po jemi të kalu që shosh mas mirë. Është strikt si trajner? Është strikt pjesën e stërvitjeve dhe të lojës? Po, definitivisht është strikt në aspektin profesional, edhe mendoj se duhet me qenë kështu, po gjithsesi lën hapësirë edhe për pjesën e shakove edhe për pjesën e relaxit edhe gjithë shka dhe me thonë. Po gjithsesi po kalojmë që shosh mas mirë edhe mendoj se përgjithësinë si trajner po e përballon në mënyrën më të mirë, sikurse edhe po shihet, dhe me thonë sa ka marrë këtë post është fituesi i një titull i Kupës Kosovës. Edhe kjo dëshmon mas mirë të cilësinë e Butrindit si trajner. Trajner, e përmende pak a shumë edhe vetë që ki thuaj se një amanet edhe nga pjesa e babait tënd, ka qenë me para dhe trajneri i skuadrës së Verizaj, ti e more edhe fitove qysh si trajner për herë të parë Kupën e Kosovës. Ajo që ka du me të pytë është, a jetu e qua amanetin deri në fund? Në fakt, amanetin e këna që para diso vitëv, kër e na shpoll kampion. Dhe më thonë, në atë ko jem këthyën në ekip, se jem konë lejtari një ekipës tjetër në Kosovë. Dhe më thonë, 2018 jem këthyën në shtator në ekip Ferizojit, ku ka qenë ligë të parë. Dhe më prej ligës parë, këna vazhdu në Super League B, këna vazhdu në Super League A, edhe na shpoll kampion, fitus të kupës, dhe më në të rëgona amaneti parë që këna qut deri në fund, që ato që s'kanë mujtë me arrit për para, për shkak të kushte dhe gjona, po falë kryesis që na angazhu këgjë shumë, tash normal edhe kjo titull si trajner në shovetën që është një amanet tjetër i krym. E po shumë edhe jashtë kur kem, para se me hi në studio,
raporti ke shumë i ngushtë edhe me Adriatikën, po besoj që është njëjtë edhe me lojtarë tjerë. Po çysh po mundesh mi u përmbajt kur je si trajner mbrana në ose zhveshtore ose edhe në stërvitje këtij relacionit raport trajner me lojtar, se po është kogjani farë lloj probleme, se duke ditë se ke qenë bashkëlojtar pikërisht me këta edhe tash në cilësinë e trajnerit më vërtet. Po tash prej fillimit është që ju kom tregu që momentin që hina në salë ose në palestër, këta e din që ndrojnë raportet është trajner lojtar edhe kur gjë tjetër. Jashta fushës, jashta palestrës, jena shok, pina kafe. Po e kam një të mirë që nuk e kam veç me tikin, po e kam edhe me lejtarë tjerit që një ka gjë shumë vite, edhe me ta jena në kafe, më nëshme nga po dhe kështu jashta fushës, po momentin që jena në lojës e në stërvitje, e kena një raport ma ndryshe, jena pak ma strek, që shfëtha dhe tiki pak ma herët, e din edhe këta që do të i pranojnë edhe këta kritika, aty bërtas, ju nashta në erën edhe pak me fjallë, po janë çështje emocionesh e senet që... Po mirë, dhe i tash është mirë, e kena edhe një fazë finale që... Gjithë se cili trajner, fakt, kur bëhet trajneri ka disa rregulla që vendos. A ke vendos dhe një rregull për lojtar tu? Jo, nuk kam diçka kështu strikt që e kanë lojtar, ti kum lëma shumë hapësirë, puna që kena shumë lojtarë edhe 3 që kanë ardhur, ju kum lënë hapësirë pak a shumë që edhe nuk ja kum kufizu, ose mos me pi kafe, ose diçka tjetër, po ja kum lënë si hapësirë që edhe mu shëshnu pak a shumë se është lojë ekipore që na do të më konë bashkum, shjena jashtë më konë edhe mrena në fush, nuk është që më konë strikt me mojt. Adriatik, sa ndihmon kjo liria e trajnerit që jep? Po, se me vendos masa strikte o pak ma probleme. jo, liria e trajnerit gjithsesi na ndihmon shumë se na si ekip edhe jemi ashtu individat pjekun, mjaftueshëm që për me ditë se edhe liria ka një kufi edhe duhet mos me ja tepru edhe trajnerit Butrin që na jep këtë liri. Po mendoj se edhe lojtarët janë profesionalisht pjekun sa që mos me ja te kalu lirin që ja japin vetvetes. Mendoj se po na ecë mirë kështu, do me thonë po e mirë kuptojmë edhe na Butrintin si trajner edhe Butrintin neve si lojtar edhe si shok mas parë. Ma let në gjysmë finale apo finale? Për mendimin tim, më e lehtë ka qenë finalja se sa gjysmë finalja, sepse neve na është dashur mu përgatit më shumë kundër ekipit Skënderbeut, që kemi luajt domethënë të premten se sa kundër ekipit Dritës që kemi luajt domethënë finalen të Hanën. Kështu për mendimin tim, individualisht mendimi im është ky që më e lehtë ka qenë finalja se sa gjysmë finalja. Edhe finale nuk ka qenë as pak e lehtë, edhe ekipi Dritës kanë luajtur shumë mirë, pa marrë parasysh që kanë një ekip shumë të ri, po kallëzojnë lojë të mirë, po ushtrojnë shumë, edhe kanë shfaqur një lojë shumë të mirë atë në finale, i përgëzoj, por mendoj që kundër Skënderbeut ka qenë më e vështirë. Trajneri ke të njëjtin mendim? Në syrin tënd si është si skuadra, sepse nga jashtë është pak më ndryshe. Njëjtë edhe në mendimin Sytikit se i na përgatit më shumë. I na përgatit më shumë për gjysmë finale. Tu e di që kapacitetin e lojtarëve që e kam unë si trajner, e kam ditë që me një lojë finale nashta ekipët tjera janë pak më mongët me lojtarë, edhe kena në lojtarë që për finale din me lujt finalen, tamam. Me marrë ma seriozisht, janë ma me përvoj, kanë kvalitet, dhe për në gjysmë finale kanë loja këgju shumë e mirë. Nashta me thonë loja ma e mirë se në finale, si për anës kundërshtarit, si për neve që këna lujt, këna bo një lojë shumë atë fort, i përgëzoj edhe ata ekipën e Skënderbeut edhe Dritës për lojën fair që kanë bo në finale. Sa pa i bën tini favorit edhe pjesa e play-offit? Edhe është e mirë kjo kur t'hini si favorit në fazën e play-offit? A është e mirë për juve, apo vetëm është të presioni me shumë?
me thonë edhe e mirë edhe e keqe për arsye që jo e keqe ashtu, po më ndiku të lojtarë që të disa lojtarë me ndiku si favorit kur e me një lojë se mujna me lon pak ma qëll edhe volejboll e ka që kur të marrë të poshtë më shumë probleme këthy edhe lojën, po e din edhe lojtarë që një këmë të regu në fillim, këna me lu, jetu lujnë Super League, me se cilën e kepë që të lujsh, a i hen më të mujtë, edhe kanë, se cilët kur të lumë një favorit e ebë maksimumin e vetë, kundërshtare. Për që të arsye jena përgadet që ato si favorit që me shfridzu për mirë, jo me lëshu vetën ose diçka me një lojë. Kështu që e presmi play-offin të shumë. Adriatik, për herë të para, për në thua, të kanë ndodhë ndonjëherë, sa e ki qenë pjesë tashme dhe i pjesë e Ferizajt në këtë sezon me në që mund do një kundërshtar. Që ose si ke kalëzu trenerit. Me në nëshmu, jo asë një herë, po ndoshta me ullë fokusin për vete, po më ka ndodhë. Në e herë dhe më ka kushtu se u detyru trajneri më nëzirë për loje. Po normalisht. Ne gjatë këti kampionati, nëse nuk gaboj, kemi hub 2 ose 3 loj, 2 loj nëse nuk gaboj. Po edhe në stinorin e parë, në stinorin vjeshtore, kemi hub 1 loj, e kjo ka ndodhë pikrish kundër këtyne 2 ekipa që kena lujtë për kup, kundër Skënderbeut dhe Dritës. Do me thonë, unë personalisht kom pasë ramje, u detyru trajneri më nëzirë edhe mas nej më fut prapë në loj, po nuk e di. Kjo nuk më dohë mu shpesh, se nuk e lo vetën me ra, po gjithsesi edhe une jam njëri, edhe une nga njëherë me pasë ramje, po për këtë punë është trajneri me i po këtë sa në ma mirë edhe me intervenu. Trajnerës kampionati këti edicionit a ma ndryshe se vite tjera është më i mirë apo më i dopt? Më me thonë që është pak më i dopt se vite tjera. Arsyeja që ka pos shumë ekipe dhe kena pos shumë loj pak më dopt, me thonë me kundërshtar. Se që vitëve kalune që u konë Superliga u konë me 6 ekipe dhe na konë aty këtu 4 ekipe na konë pretendente si me loj, si me lojtar, si me organizim, si me kredi, na konë prafërsisht si njëjtë edhe kanë shku, ka posë ka gjithë shumë loj ma derbi. Këtë vet jena është pak ma do për shkak që edhe një ekipës që ndodhi që ka ndodhi, në dëmtu, që këna posë pretendent kryesor që na konë me ta. Tash ti kena 2 ekipe pretendent që po me këshirë me kualitet lejtarëve sa në jena apet jena pak ma nalë, menoj që është ma dopë se vitëve tjera. Nuk është njëjtë. Si hera tjera. Adriatik, ketë një mendim, duke ditë që pikrisht edhe pse i keni mposhtur atë DTP-en, e pam që lejtarët e tyre hyrën fakt në pjesën e tribunave duke u përplasur me tifaz dhe me pas morë në dënimet nga pjesa e komisionit garave. Pavarësisht që ka pas një farë lloj ulje të dënimeve. Po edhe une i të njëjtit mendimja me trajnerin, mendoj se betejën më të madhe ne do ta kishim pasur me pejen për gjatë kampionatit, edhe pse në stinorin vjeshtor ne 2 loj kampionale i kemi fitu me rezultat pastër 3-0. Edhe me një finale me shumë nivel ne arritëm më poshtë edhe me tregu se ne, edhe pse ndoshta ata do të ishin favoriti për kampionat, ne jemi një ekip që mujmë ja dalë me mujt. Mendoj se kjo dalja atyre nga gara ose suspendimi disa nga lojtarëve kyç neve na ka ndihmu shumë, po prap mendoj se nuk do të jetë e lehtë, sepse faza e play-offit është një fazë kulminante përgjatë kampionatit, ku secila ekip komponohet dhe lidhet mes vete, edhe din më të shkaktu të lashe, sepse kalojnë 6 ose 7 muaj edhe punojnë ekipët edhe din me bo lojë të mirë. Edhe mendoj se tash fillon kampionati i vërtet, domethënë përgjatë kësaj faze.
Neve na ka rënë mirë, pasi që jemi pushim dhe i presëm ekipët në gjysmë finale, dhe normalisht nëse shkojmë finale, po ne po punojmë me të njëjtin ritëm sikur që kemi punu deri tash, duke mos e humbur fokusin, duke mbajtur disiplinën, edhe mendoj se jemi favorit për ta fituar kampionatin. Ne kemi dalë edhe si kampion vjeshtor, domethënë me pikë si kreu i tabelës, edhe përfundum kështu pjesën e rregullt të kampionatit. Tash veç na ka me çu deri në fund këtë ritëm që kemi pasur, domethënë me fitimin e Superkupës edhe të Kupës Kosovës, edhe mendoj se do ta kapim tripletën këtë vit. Trener, po du ndalim pak të kja pjesa e sistemit garës e kampionatit. Pavarësisht tashmë ka nisur edhe në fazën e futbollit, edhe pse në Kosovë ende nuk është ka nisur të aplikohet, po kemi parë në superioret Shqipërisë shembull që aplikohet ja pjesa me Final Four apo ndryshe, pavarësisht që lufton deri në fund për ta mbajtur pozitën e parë. A mendon që duhet me ndryshu këtë sistem, për shembull me fitu garën në mënyrë rendite stabilare me pikë, apo të shkohet kështu me Final Four? Unë si trajner edhe më herët në Kosovë, se di prej që moj men është gara me play-off, kështu lloj si Final Four, po besoj që shumë e mirë shkon prej fillimit kampionatit, se na kena dhonë shumë për kampionat, do me thonë tash edhe me ndodhë në fund një lëndimin e lojtarit ose një diçka dhe mos më mujt me arrit më bo kampion kur tën sezonën nëse tën komplet vitin e konë në krye tabelës. Krye tabelës, po. Besoj që shkon shumë më mirë me ditë prej fillimit që ekipa e parë është kampion edhe se për me është kampionati shumë i gjatë, kena shumë lojë për shkak ligës unike, kupës, superkupës, ka shumë ngarkesa dhe të lojtarë nuk kena qatë shumë fond të lojtarëve që me pos ose edhe kushtet qatë shumë të mira që me dhonë pushim lojtarëve, me pos pushim lojtarët më relaksu, më përgadit për lojë. Ngarkesa shumë e madhe dhe mujnë me orë të lëndimet shumë lehtë, kështu që mendoj që shkon shumë më mirë me pos që ato prej fillimit veni parë. A ka ndodhur në rrë trener me pos kërkesë për shembull tek pjesa ose kur është mbajtur një mbledhje e federatës me pas kësaj lloj propozimit që më qenë vetëm në kampionati i rregullt pa play-off? Unë prej që marr pjesë në kuvend të punës të federatës nuk është që e kena pas një kërkesë të tillë për me ndrru sistemin. Ka pas për me ndrru sistemin e garave, si për shembull këtë vit që u bë me 8 ekipe Superliga dhe u bë me 6 ekipe play-offi. Domethënë tash luajnë çerek finalet, gjysmë tani finalet. Mendoj që është një ngarkesë pak e madhe për ekipët si nga ona financiare, si nga ona e lojtarëve që është ngarkesë fizike për ata që kanë studiu edhe din sportin, ngarkesa fizike është shumë e rëndësishme. Sidomos fund kampionatit, se ndikon një lodhje, një diçka dhe mujna mos me pas atë paraqitjen e dur që e kem. Adriatik, po ti si është këtë pjesën e kampionatit, luftoni deri në fund për vendin e parë. Vendi i parë përparësinë vetë, me thuaj se e vetëm tini përparësinë e terrenit vendas. Po, veç përparësia e terrenit, domethënë, është ajo që ka përfiton kreu i tabelës. Përkundër trajnerit, unë mendoj ndryshe në këtë rast mu më pëlqen ky sistem i gara, pasi që asnjëherë nuk i dihet, sepse në play-off mund të ndryshoj gjithçka. Edhe mendoj se ky sistem i garave e bën kampionatin më konkurrues. Edhe unë personalisht si lojtar mu më pëlqen më shumë ky sistem i garave. Sistemi me Po, pjesën me e play-off. mu më pëlqen më shumë. Trener Liga Unike, sa i ndihmon ekipët, cili është përfitimi i Ligës Unike, pavarësisht që keni më përballë me ekipe edhe nga Shqipëria, cili është përfitimi i këtij kampionati? E mira e këtij kampionati që po organizohet normalisht. Me pika parë është kampionati luhet masi të kryhet sezona vjeshtore, edhe nuk kena qatë shumë pushim, nuk kena sikur përpara që shukon, ke kry sezonën vjeshtore, ke majt një muaj ose një muaj e gjysmë pushim, ke pas ka gjë shumë një pauzë gjatë që këndosh mu rikthy, prap me bo përgatitje sene për mu kthy në formë gjatë kampionatit. Kjo na ndihmon që
nuk e ndalëm stërvitje deri dikon ka fundi dhjetorit, pse se ka loj me Ligën e Shqipërisë, po edhe e shoh një të keq edhe aty se është një ngarkes pak sy shumë ngarkes, për arsye që edhe nuk po jena si të barabart gjatë kampionatit kur po luajmë me Shqipërinë, se po luajna me rregullat të Shqipërisë. Domethënë deri këtë vet u kon me 2 lojtarë të huaj, kurse në Ligën Unike kena mujtë me lu me 3 të huaj. Ta është prej viti tjetër edhe Kosova e ka këto këtë përparësi që na prej fillimit mujna me lu edhe në kampionat tonin me 3 të huaj, mujna me lu edhe kampionat Ligën Unike me 3 të huaj. Na gjithu dashnë marrë një lojtar ekstra gjatë sezonit, gjithmonë e ke pas një lojtar. Me shpenzu pare. Tani edhe atje kur po ka shpenzime, normal se po ka këgjë shumë tarifa po shkon se me shku Shqipëri, me nejt, me hongër, me pi krejto, edhe pse disa mbulohen prej federatës, disa tjera jo. A ka pas ndonjëherë kërkesë qoftë edhe nga ekipe shqiptare, shembull nga vende tjera të rajonit me qenë pjesë e kësaj Ligës Unike? Këtë vetë më doket që kam bo, jo, këtë vetë që një turne që u bo Kupa e Pavarësisë që luhet për 28 nëntor që organizohen nga 2 federatat, ka qenë pjesëmarrëse dhe Shkëndija e Tetovës, po për shkak Liga Unike u bo veç Kosova dhe Shqipëni. Adriatik si është këtë pjesën e Ligës Unike, është e mirë mo socializu edhe me ekipe tjera, apo është e lodhshme duke ditë që fituesi i kampionatit Kosovës do të merr me pas pjesë edhe gara tjera evropiane? Absolutisht është e lodhshme, po mendoj se ka shumë gjëra pozitive prej pjesëmarrjes në këtë ligë. E para është që ja shton intensitetin edhe diqysh si më thonë nuk bjen përgatitja fizike, pasi që me njëherë mas stinorit vjeshtor fillojnë garat e Ligës Unike, edhe mendoj që nuk ka hapësirë për ramje të nivelit të lojtarëve dhe ekipeve në përgjithësi. Mendoj se është mirë pjesa vllazërore, do me thonë me marrë pjesë së bashku ekipët e Superligës Kosovës dhe Shqipënisë, po normalisht është edhe pjesa e kënaqësisë, udhëtimeve bashkë me ekip, edhe koha e kalu me mirë normalisht. Trener, a bëhet gjithçka për pare? Apo nga njerë edhe sakrifikon vetëm vetëm për pasja? Si që bisedu më herët, kur nuk bëhet gjithçka për pare, sidomos na jena një komunitet shumë i vogël i volejbollit, që secili me secili njihmi, edhe secili e din çka fitojna ose edhe çka mujna me fitu nëse i arrim gjitha rezultatet. Po e kena një farë pasioni, një farë dashnie që gjithu konë prej fëmijë kur e kena nisë. Edhe trener sa arrim për shembull me qoftë se dikush prej lojtarëve ose qoftë edhe pi trenerëve të tjerë. Më shumë po flasim për ekipin e Ferizaj, se tashme nuk po e di a ka edhe lojtar të tjerë ose edhe vetë të që punon edhe një punë tjetër për krahas edhe voleybollit. Sa është e vështirë ose sa është e përballueshme një rrok për i voleybollit me jetu? Tash që besoj që janë 2 vjet, kështu, kushtet janë shumë të mira për lojtar. Unë di vetë kum qenë lojtar, kena luajt nashta me shumë pak pore, kena luajt edhe pa pore, se kena dasht, hajtë se nashta bëhet mirë që shtojmë gjithë. Po që 2 vitet e fundit, edhe rrogat e lojtarëve, edhe kushtet janë rregullu kështu shumë nëpër ekipet, sidomos në ekipet e Superligës Kosovës. Unë për vete moj edhe një punë tjetër, nashta edhe 2 puna tjera e moj, ka plot lojtarë që mojnë ka një punë tjetër ekstra, pse se kena kohën e lihet ditën, edhe pse nashta një ekip profesionist duhet me ushtru shumë për me pas suksese nashta dikun tjetër. Po për shkak që të angazhimu, normal që se nuk e kena sportin 12 muaj në volejboll, e kena ma pak se 12 muaj, edhe normal që duhet me gjalla dhe na dyqysh me punu dhe puna tjera. Po është dhe lashme, kur ti ki 2 puna dhe ma shumë, është këgjë ngarkes, këgjë lodhje, sidomos pjesa e lojtarit më thonë se trajner okej, kime përgatit një stërvitje një diçka, nuk kime lujt,
në fush, kurse të lojtarët është tjetër, me punu 8 orë edhe më orë prap me lu, ka shumica e sportista, e volejbolista në Kosovë di që një e kanë nga një punë dytësore. Përveç këta lojtarë që vinë jashtë që nuk janë të Kosovës, lojtarë të huj, ata e kanë veç volejbolin. Objektivi final, cili është? Por kuptohet si titulli, po kole kërkon edhe tjetë pjesë e finales, cilin për i squadra do të kishte dëshirë. Edhe pse kena analizu shumë lojtë para finales, besoj, na objektivi jonë final është spore me përfundu gjysë finalen që është mas mire. Me shku finale, pastaj në finale, unë e besoj dhe lejtarët e me që kanë me dha maksimumin, edhe me dalë fitimtar, për objektivat e ekipit me mëri, në me dha në hameta dhe shkjopi fundit me mëri, si objektive e ekipit. Unë që shesha finale, më shumë gjasë këna me lujtë me ekipën e Skënderbejut, janë disa lojtarë që kanë pak ma shumë përvoj, edhe janë disa lojtarë që lujnë këtë shumë kohë bashkë, edhe nuk besoj që ata kanë më konë me një finale të zjartë që këna me lujtë zbashku. Adriatik? Njëjtë mendoj edhe unë se në finale do të përballemi me ekipën e Skënderbejut, duke pasur parasysh përvojën e disa lojtarëve që kanë edhe normalisht luajnë që shumë kohë bashkë, pa e në vlerësuar këtë rast ekipin e Dritës, se edhe ata janë të luajtur shumë mirë edhe po vetë se mendoj se mungesa e përvojës ka me bë diferencën. Mendoj se ne do të bëhemi kampion edhe do t'i përmbushim ato synime që i kem pas. Kjo është domethënë titulli i fundit për këtë sezon për me përmbush tripletën. Edhe mendoj se jemi favorit edhe e meritojmë me u shpall kampion për këtë edicion të Superligës. Edhe mos ne i të shohim. A është sezoni i fundit e Adriatikut me Ferizaj, apo do ta shohim Adriatikun jashtë Evropës që të lidhjet mesme? Kështu, unë personalisht oferta për me lujt jashtë kam dhe me thonë për gjatë 3-4 viteve të fundit kom pasë non-stop edhe mundësi për me dalë me lujt jashtë. Qoftë edicionet ligave, superligave, po edhe turnire një javore, 2 javore. Po kom vendos me qëndru në Kosovë tash për tash, për arsye se jam shumë rehat, nina shumë komfort, për mu individualisht pagesa është shumë e kënaqshme këtu, edhe jam shumë rregull. Po që nuk i dihet. Nuk i dihet në shtator muj me vendos me dal dikun me lujt jashtë, muj me vendos me nejnë Ferizaj, varet shumë, muj me ndru ven, nuk e di. Trener, që ose arrini me fitu titullin, cilë litarë do të qëndrojnë, edhe cilë do t'i ki që do t'i japësh letrat që me shku me qenë pjesë një kampionati tjetër Evropa apo ku do të qoftë. Unë besoj të lejtarët e mi që nëse rrinë Kosovë, nuk e ndrojnë. Nësë besoj që kanë me ndru Ferizojnë për arsye që besoj që na konë korrekt deri tash me krejt senët, ka qenë kryesia ka qenë korrekt shumë. Po nëse kanë, i kumë të regu dhe tash, nëse kanë oferta jashtë a Kosovës, janë të lirë se normal që pagesa është më e mirë, kushtet janë pak më të mira një jetesës. Po falë sponsorëve që i kena arrit mi majtë a lejtarë, edhe pse nuk është e letë për neve. Po falë sponsorëve, falë angazhimit, kryesis, punën që e bojnë. Besoj që edhe këta janë të knashtë, edhe shpresojmë që edhe në shtator, edhe vitin tjetër fillojmë. Edhe pse ekipi jonë mendon e morë pjesë edhe nga gara në Evropë, do më thonë tash, gara evropiane, kismet nëse financat ose gjithçka është në rregull, besoj që me këtë ekip, me disa përforcime mujna më konë shumë më mirë, me paraqit një Ferizaj shumë mirë. Jena këtë fund të emisionit dhe nga një pyetje, pavarësisht që do t'i vije pak si surprizë kjo, sepse unë çdo herë kur i kam mesazh ofertë të ftuar kemi një farë dhe pjesët që duhet me ndohë nga një histori interesante, gjë që ju ndohë si në udhëtime, si në zhveshtuara, apo çfarë do të qoftë.
Cil do t'jetë ai prej Si lojtara, si trener, Si dush, si trener e si të kom dush pak ti. ma si të dushti? histori Çka do që të kujtohet? Nuk Ma interesante se shpesh herë sa e ndëgjoj kur të vinë mysafir këtu, është puna kur shkojnë në udhëtim edhe harrojmë shembull fanellat ta Jo, na e kena një histori tash që kena lu në Shqipni, domethënë na kthy pa libreza, pa dokumente të ekipit. Na kthy domethënë në Kosovë, çaq që nëse pak nuk I morëm rezultatet që I dashëm, na shtatë për e asaj, kena harru kredet, domethënë se u ka kësi histori në udhëtime sidomos ka shumë. kush e vruni dokumenta, ata që që lanin ku të ja. Për të kufini Kosovë, Shqipni, për kaloj ma letë, po nëse tani dokumentat janë sjellë ma vonë. Po që kjo pak, edhe ma frek, se kena na historizë në masmetikin, kena shumë, se jena na 70 vite shokës e ma shumë. Unë s'po di, histori kam plot, po një ma interesant që muj me ceko është hera e parë që ka ardhur babi jam më po me një lojë, janë konë finalja e juniorëve, që është mojt në Suarek, edhe ishëm të lujt, edhe e kisha prindin publik, edhe ishka hera e parë që kisha më këshyrë, dhe unë dhe atëherë ju kisha lut, çdo herë hajde për cilëm një lojë, ose të juniorëve, ose të seniorëve, edhe erdhë herën e parë, ndodhi që atë lojë e theva gishtin. Edhe mas nej moj këmë thonë, mos hajde asë një herë më këshyre. Edhe mas nej tash edhe familjarët kanë dëshirë shumë më orë më po në lojë, por nuk I losëm do këtë që baksoz janë, dhe mos për lëndona ose diçka. Po gjithsesi më përcjellin përmes internetit ose televizorit, edhe emocionohen shumë, dhe më sidomos prindit emocionohen shumë, edhe na shtatë ma mirë është mos më orë, se nuk I lijet asë një herë. Trener edhe Adriatik keni diçka të fundit. Unë veç I falenderoj gjithë që na kanë mbështetur deri tash. Falenderit edhe prej juve për ftesën. Domethënë nuk kena s'e di prej volejbollit. Ka gjithë shumë pak ftesa kena kështu na për intervista. Nuk e di pse na është as jena VIP edhe si këta tjerë, po ja mirë është në rregull. Faleminderit shumë. Adriatik, Faleminderit shumë juve për ftesën, ishte kënaqësi me qenë në emision t'ju, më kalum shumë mirë, edhe kisha me thonë për gjithë adhurues të volejbollit, sportdashësin për gjithësi, me ardhme po garën kulminante tash, fazën kulminante të kampionatit, si çerek-finalet, si gjysmë-finalet, si finalet, me mbush sallat, me pas atmosferë, se mendoj se ka me pas volejboll të mirë, ka me pas volejboll me nivel, edhe ka me pas atmosferë të mirë. Ti të thirrje po e bëj edhe unë. Edhe mendon edhe kjo që tash një muaj na apet këtu. Kur doni derën që ligeni. Jo tash një muaj po mendoj si kampion. Po dorë si në kampion. Si do që tjetë, unë ju ftoj serish edhe derën që ligeni çdo herë, edhe unë bëj thirrje, sepse sepse sporti meriton, kështu që nuk është e jeni tu nejt palidhe në shtëpi ose diçka, po I ndihmoni sportit me qim bjes, sidomos edhe me ble bilet, pavarësisht I ndihmoni edhe ekipës, edhe vetë sportit në zhvillim po ashtu, pse s'po kemi litar të ri ose prodhim vendor, kuptohet se pa I ndihmu ekipit nuk prodhohet litari, kështu që ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve nga do që janë, që të jenë sa më pranë sportit, të jenë sa më shumë, edhe në palestra po ashtu, edhe në fushat futbollit, edhe në çdo pjesë të sporteve tjera, të ndihmojnë ekipet, edhe të përkrojnë ekipet e tyre të fuqishme, edhe pse jo, të rritet sporti dhe të rritet zhvillimi I sportit. Trener, mirë se faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit për juve. Adriatik, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Ishte kënaqësi. Atëherë dëgjues dashur, ne do të shkëputemi, por me pas lojë me Blez do të rikthehemi me temën. Kështu që qëndroni tutje sepse do të kemi shumë çka interesante. Nuk ka përfunduar gjithçka emisioni.